Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Jam këtu pranë jush për të ndarë letrën edhe rrëfimin e radhës. Ky rrëfim që do të sjell tek ju, më besoni që është një rrëfim jashtëzakonisht i ndjerë. Një letër shumë emocionale e shkruar nga një nën për djalin e saj. Djalin të cilin e rriti me shumë mundim, për djalin të cilin pothuajse sakrifikoi një jetë. Djalit siç duket po ja kthen shpinën dhe nuk po e respekton nënën e tij. Përshëndetje Tiranë. Unë që po ta shkruaj këtë letër, jam një nën pensionere nga Tirana dhe dua që të ndaj me ty fjalë të shpirtit që nuk i kam ndarë asnjëherë. Në jetë kam preferuar që të mos të flas shumë, të jem e mirë kuptuar, të heshtë, të mos të flas shumë për të kaluarën time, të mos të flas shumë për jetën time. Por siç duket njerëzit të cilët janë të qetë, janë të heshtur, janë të mbyllur në vete, janë njerëzit të cilët më së shumti luftojnë për të arritur të marrin lumturinë. Dikush nga kjo botë kërkon para, dikush kërkon lukse, dikush kërkon të pabomet, unë s'kërkoj asnjë gjë, kërkoj lumturi. E rrita djalin me sakrifica. Buri më ndroi jetë kur unë isha 51 vjeç. Djali ishte i rritur, por ishte akoma në ato rrugët që nuk dinte se çfarë të bën, si të vendosën për të ardhmen dhe si të kujdeset për veten e tij. Sakrifikova si çdo nën që sakrifikon. Shkatërova të gjithë florinë e mi, vetëm e vetëm që djalit t'i jap lumturi. Djalit t'i jap pozitivitet, djalit t'i jap energji të mirë, por fatkeqësisht kjo gjë nuk ndodhi. Djali mu kthye me të kundërt dhe nuk mu kthye me buzëqeshje. Kur djali gjeti nusen, isha nëna më e lumtur në dynja. Thash, tani familja ime u rumbullaksua. Biri im ma mbushën shtëpinë. Gjeti nusen. Do të gëzojmë, do të festojmë, do të kremtojmë. Por fatkeqësisht nuk ishte ashtu. Nusja me thënë të drejtën nuk më doli e mirë. Por shpresat e mi ishin shumë të mëdha, që nusja do të ndryshonte. Dhe për hatër të dashurisë, për hatër të djalit, do ta kuptonte që djali s'kishte njeri tjetër në botë përveç meje. Dhe dikush do të duheshte të kujdeset për mua. Por gjërat në familjen tonë ndryshuan. Nusja kishte një ndikim të jashtëzakonshëm nga nëna e saj. Ndikoheshte shumë. Nëna ishte ajo që në fakt përziheshte në familjen tonë. I tregonte se si të kujdeset për veten, i tregonte se çfarë të bën me burrin. Gjithmonë kur dilnin dikund, kur shkonin dikund, ajo nën kërkonte të merrte informacion. Ku ishit, me kë ishit, me kë jeni, pse keni shkuar, çfarë keni bërë. Dëshironte të di çdo gjë. Dhe mua kjo gjëja më dhimbte. Dhe me thënë drejtën më dhimbte shumë. I thoja djalit, jo se e kam inat krushkën, por mos e lejo krushkën të përzihet në shtëpi, se në momentin që krushka të përzihet, jeta jote, martesa jote ka marrë fund. Por djali im nuk më dëgjoi. Djali im filloi të flet krejt ndryshe. Djali im filloi të sillet krejt ndryshe. Thën shkurt u bë krejt tjetër njeri. Nuk ja ndjente më për nënën e vet. Nuk ja ndjente më për familjen, edhe pse s'kishte shumë familje. Filloi të ndryshon me xhaxhallarët e vet, të cilët u kujdesen dhe e ritën. Filloi të ndryshon me tezet, me hallat.
s'kishte më interes në familje, po thuaj se hiq. Dhe kjo gjëja mua më diqte shpirtin dhe më besoni më përvëlonte në zemër. Thoja hajtë se Zoti është i madh dhe do ta ndryshon, po nuk ndodhi ashtu. Nusja ime sot e kësaj dite grindet me mua pa arsye. Lëre që nuk më do fare, por as nuk më respekton, as nuk më nderon. Sillet sikur unë të jem një super e huaj për të, dhe sikur unë të mos e dua hiq, të mos e respektoj hiq, a unë e dua shumë. E kam pjesë të shpirtit tim, e kam dashuri, e kam jetë. Po kujt t'ja thuash? Më shikon me urrejtje, më shikon me mallkim. Më shikon sikur unë dua që t'ja shkatërroj krejt familjen dhe t'ja shkatërroj të ardhmen. Sot dua t'i them nuses dy fjalë. Nusen ma quajnë Elma. Elma, uroj me mamin që të vetëdijsohesh. Ta kuptosh që mami të do shumë. Mami të ka jetë. Mami asnjëherë nuk të ka parë me sy të keq. Mami asnjëherë nuk të ka parë me mbledh dhe me inat. Ti bi më ke gjën më të çmuar në botë. Dhe po ta dish se sa të dua unë, asnjëherë në jetën tënde nuk mërzitesh me mua. Por unë uroj që avash, Zoti të ta bën që ti ta kuptosh të vërtetën, që unë si nën të dua shumë. Dhe unë jam ajo nëna që dua të të shoh ty vetëm të lumtur me Timbirin. Mos e shkatëro familjen nga fjalët e nënës tënde. Nëna jote akoma nuk ka arritur ta kupton se çfarë vlerë ka familja. Dhe për këtë më dhimbset shumë. Ajo po të jetë nënë e mençur, nuk ta shkatron ty rehatin me mua. Andaj mos e prish rehatlëkun të shtëpisë tënde për nënën tënde bi. Sepse unë të dua shumë. Dhe je gjëja më e çmuar që Zoti ma ka dhënë. Uroj me zemër që gjithmonë të jetë më e mira për ju. Dhe ju të gëzoni dhe të lumturoni së bashku. Në fakt është kjo letër e kësaj nëne që ka shkruar, kjo nëne e cila me emocionin më të madh ndan këto fjalë për nusen edhe për djalin e saj, por ajo dëshiron që respektin edhe dashurin ta merr edhe ajo në familjen e vet dhe të gëzon lumturi, sepse të dashurosh nuk ka gjë më të bukur. Unë uroj me zemër që nusja Elma të bindet që ka bërë gabimin dhe të jetë pranë vjerës së saj.